rinia është ajo që eksploron. Pra, moshat nga 18 deri në 25 janë këto që eksplorojnë, për shembull pinë macchiato në mëngjes dhe pastaj e kalojnë në të ftohtë. Tradicionalët, që në këtë rast hyjmë edhe unë tek personat që jemi mësuar me kafet e ngrohta, e kemi shumë të vështirë. Unë në fakt vi nga Greqia me pirje kafeje, pra aty e kam mësuar dhe si profesion. Ne jemi mësuar të pimë kafe të ftohta. Derisa më kaloj tek e ngrohta, tani është e vështirë të më kaloj tek e ftohta. Se ka të bëjë me shqisat që ndikon shumë shpeshherë ndikon që të mos ta preferojmë ato të ftohtën, sepse shqisat janë mësuar që duan një pije të ngrohtë. Dhe e shikojmë shumë që dhe kur duan të kalojnë në një kafe të ftohtë, pra nuk eksplorojnë tek ajo ekstremja, po çfarë bëjnë, thonë më bëj një kafe ose një macchiato po hidhe në akull. Pra ti merr një gotë me akull, i hedh kafen sipër, pak qumësht edhe u bë. Kurse jashtë eksplorojnë, e kupton, bëjnë gjëra të bukura, gjëra të mira.